Kryeministri Edi Rama vizitoi sot qendrën spitalore universitare Nën Tereza, e cila firmosi një marrëveshje partneriteti në fushën e shëndetësisë me qendrën spitalore universitare të njohur evropiane San Raffaele dhe Universitetin Vita Salute San Raffaele të Italisë. Nuk jemi absolutisht të kënaqur me çfarë kemi arritur, duam të shkojmë më tutje. Dhe ambicia është që ta bëjmë këtë qendër spitalore pikën e referimit për gjithë Ballkanin dhe ta kthejmë në një qendër ekselence mes qendrave të ekselencës në Europë. Kjo është plotësisht e mundur dhe unë duhet ta përsëris këtu sot diçka që e thash edhe kur bëm takimin me përfaqësuesit e spitalit Shiba në Izrael, që nga grupi i ekspertëve të San Donatos që kanë ardhur këtu, kanë vizituar çdo cep të qendrës spitalore, kanë folur me shefat e pavioneve, kanë folur me mjek. Përshtypja për personelin është vërtet e jashtëzakonshme.